Qyteti, ne kemi kallëzuar sot Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe Bashkinë e Tiranës për impjantin e filtrimit të ujrave që ndotin luminishëm në Tiranë, sepse diaspora për Shqipërinë e Lirë qëndron për një Shqipëri më të mirë dhe më të lirë, që ka të bëjë dhe me jetën e qytetarëve, të cilët helmohen sot nga ky lumë. Lulëzimi është ekspert mjedisor. Çfarë provash ka konkretisht që akuzoni ministrinë edhe bashkinë? Provat ka spaj lumi i ishmit prej 10 vitesh vazhdon të jetë ndër lumet më të ndotur të Evropës. Metalet e rënda i kalojnë norma deri 100 herë, jo më larg se në qendër Tiranës, pranë pallatit me Shigjeta, ajo zonë është totalisht e kontaminuar deri në Grutderdhje. Është lumë vdekjeprurës, është një katastrofë mjedisore. Në vitin 2014 filluan ndërtimet për impjantin e tretimit të ujrave të zeza në Kashar, me parashikim për të përfunduar në 2018. Sot në 2025 akoma nuk është përfunduar, akoma nuk është vendosur në punë, edhe nuk ka asnjë përgjegjësi, asnjë fjalë se kur do të vendosin në punë. Ndërkohë ne qytetarët e Shqipërisë rreth 1 milion direkt jetojmë përgjatë bazenit të Ishmit edhe ndikohemi çdo ditë nga ana shëndetësore sigurisht, përmes ndotjes që i bëhet fushave, ushqimeve që pastaj shiten mbar Shqipërinë e me tej. Prandaj kjo ishte sot për ne shumë e rëndësishme ta bënim këtë denoncim për një Shqipëri më të pastër, për një lumë të Ishmit siç e meritojmë të pastër, siç na e ka falur natyra. Faleminderit. Penale e keni bërë kallëzimin. Po është keq përdorimi i detyrës sepse parat janë shpenzuar mbi 70 milionë euro, ndërkohë tani që flasim për shkak se nuk ka mbaruar edhe jemi paditur në Strasburg për këtë, pra qytetarët shqiptarë do mbajnë 2 herë kosto, pra është një shpërdorim detyre dhe diçka që nuk është vënë kurrë në punë, për këtë e kemi paditur.